Sa anullime ke pasur tek hoteli juaj dhe si ka qenë për ju xhiroja ditore gjatë këtyre ditëve? Thuaj se të gjitha anullimet, do me thënë gjithë prenotimet u anulluan kryesisht për shkak të rrugës edhe për shkak të frikës që njerëzit kanë për të udhëtuar nga rruga alternative e cila është në pjesën e Gramshit dhe është një terren relativisht i vështirë. Duke qenë se keni një biznes këtu në Korçë, 10 ditë nuk janë pak për mbylljen e aksit kryesor. Sa duhet që të rikuperohet një biznes që ka 10 ditë që nuk ka një xhiro? Po nuk është vetëm pjesa e 10 ditëve. Është çështja se sa do zgjatim mbas 10 ditëve, e njëjta situatë, pasi pavarësisht asaj çka u tha sot nga RSH-ja që ditën e nesërme do hapet rruga. Duket një premtim për të qetësuar njerëzit më shumë se sa një premtim real dhe faktik. Faktikisht sot u njoftua protest, por pjesëmarrja tregon vetë jemi kthyer një shoqëri që protestojnë vetëm në Facebook, e s'dalin protestojnë. Përse kanë frikë? Nuk është çështje frike, është çështje shprese. Është vrarë shpresa që mund të bëhet dhe mund të ndryshojë edhe duke protestuar. Po pse nuk ka dalë një drejtues, një pronar hoteli që ka humbur lekët e veta? Çfarë shpresë kërkon ai kur ka humbur nga vetë xhepi vet? Unë jap llogari dhe përgjigjem për veten time, s'mund të jap llogari dhe përgjigje për të tjerët. Unë jam sot këtu në shesh bashkë me familjen time për të protestuar. Po pse s'ma dha atëherë përgjigjen që sa kohë do ju duhet të rikuperoni gjithë dëmin? Po nuk mund ta përllogaritë dot se sa kohë të duhet ty për të rikuperuar. Sa dëm të bërë në biznesin tënd atëherë? Po atëherë dëmi që është bërë llogaritet që të jetë diku te 1 milion, 2 milion lekë këto ditë. Që do të thotë që ne kemi përveç detyrimeve për të paguar rrogat e punonjësve të cilët rrinë kot, sigurimet shoqërore dhe shëndetësore që paguhen punonjësve të cilët janë shpenzime, plus shpenzime të tjera, qoftë energji elektrike, ujë, ngroja, çdo gjë tjetër. Dhe për çfarë po protestoni? Ne jemi mbledhur këtu në radhë të parë për të gjendje emergjente që ndodhi për Juglindjen, pra shëmbja e rrugës, por nuk është vetëm ky element, neve këtu jemi për të vënë para përgjegjësisë institucionet lokale, të cilat e trajtuan këtë gjendje emergjente me shumë indiferentizëm, nuk u treguan aq të përkushtuar, nuk u gjendën pranë sidomos bizneseve të prekura nga kjo situatë, njerëzve, banorëve të Juglindjes, dhe kemi disa kërkesa që ne do t'i përcjellim me një peticion, që janë qoftë një plan për afatet e rregullimit të rrugës, pavarësisht se kemi një njoftim tani për nesër, por gjithsesi duhet një plan më i detajuar se si do zgjidhet kjo situatë. Kërkojmë përmirësimin e gjithë akseve alternativ, në mënyrë që aksi që është aktualisht të mos jetë i vetmi dhe të mos ndodhemi sërish në këtë gjendje, pra me një bllokim rruge që mund të ndodhë sërish, është gjë që mund të ndodhë nga natyra, nuk është një gjë e jashtëzakonshme, por ne të jemi të përgatitur të mos kemi prapë këto probleme në të ardhmen. Kërkojmë dhe mbështetje financiare për biznese që patën anullime, biznese që kanë dhe në ditën në vazhdim, pavarësisht se mund të hapet rruga, prapë do kenë anullime që janë për këto ditë që kaloi. Dhe gjithashtu përmirësimi i infrastrukturës në tërësi në qarkun juglindor. Kur flisni për mbështetje financiare, bëhet fjalë që t'ju jepen financime në formë suporti apo minimumi duhet ishin mbledhur një të gjithë bizneset e prekur, që kërkojnë një mendim, çfarë kërkojnë, se ata mund të mos kërkojnë asgjë, por minimumi një interes minimal pranë bizneseve dhe pranë, sepse Korça është një qytet që është kapur pas turizmit. Për mendimin tim nuk është gjë e mirë, sepse Korça do dhe një industri tjetër mbështetëse, do industri qoftë tekstile, qoftë nuk mund të varemi nga turizmi, sepse nuk kemi një pozicion pranë detit ose pranë maleve të jashtëzakonshme që do vinë se s'bën turistët. Ne këtë turizëm e kemi krijuar me forcat tona edhe të institucioneve vendore, duhet ja unjojmë këtë merit, por ka nevojë për ekonomi më solide dhe më të qëndrueshme. Ajo që më përshtypje është numri 1 të protestantëve. Shumë pak ka pronar, drejtues, mbydinash e tjera. Ka mungesë civilizimi? Kjo nuk është në dorën tonë. Ne u përpoqëm të bëjmë diçka civile, pa përfshirë asnjë lloj parti politike, janë të ftuar të gjithë të marrin pjesë, pastaj janë banorët e Korçës që vendosin. Ne edhe me pak veta, 5 veta, 4 veta sa që ishim, neve do ta bënim këtë protestë për të treguar që Juglindja është këtu
dhe që institucionet duhet të angazhohen më shumë dhe të jenë më pranë qytetarëve, duhet të jenë më aktiv dhe të kenë më shumë peshë në rang kombëtar. Dhe të mos ngurojnë të dërgojnë një letër qeverisë, qoftë për qëndrimin e tyre, qoftë për të bërë një ankesë ose një kërkesë llogarie. Ata e dinë që është një gjë që e penalizon Juglindjen, por institucionet dhe serioziteti i tyre ju kërkon që dhe ata të dalin me deklaratë dhe të mbajnë qëndrimin e tyre. Kemi një numër deri tani sa janë mbledhur firma nga qytetarët? Jo, nuk kam një numër të saktë, do ta shikojmë më vonë dhe do ta përcjell. Sa të jetë? 11 ditë Juglindja e izoluar. Pati dëm ekonomik? Po patjetër, pa diskutim. Rruga është frymare e shtatëre. Sot në protest i kërkojnë qeverisë pas edhe një rikuperim të buxhetit të humbur të vetë bizneseve. Çfarë t'i kërkohet tjetër? Kjo protest është qytetare. Çfarë mund t'i kërkohet, çfarë mund mos t'i kërkohet, kjo është çështje që shumë teknike në fakt. Nuk mundet të thuaj me dy fjalë shqellur këtu. Pikë pari, siç e shoh unë, kërkohet vëmendje. Kërkohet që i angazhuar prej këtu, qoftë komuniteti, qoftë qeverisja lokale dhe kushdo aktor tjetër që ka diçka në dorë, bëj diçka në dorë dhe për ta dhënë shtys më shumë dhe për ta zhbllokuar situatën, po dhe për të ndihmuar çdo aktor i cili është në fundit i përfshirë të përgjegjës në këtë histori. Pse numër kaq i urtë protestuesve? Po nuk ka rëndësi, më duket në rregull, sa po gatuar, pa shumë fryma që njerëzit shikoj, janë shumica e tyre njerëz që njohun dhe vlerësoj shumë frymën e protestës dhe vlerësoj këtë që dinë qytetarët, pa thirrje, pa të ndërtitura, pa një ekses të kohë qytetaria. Qytetaria duhet të mbështetet gjithmonë. Faleminderit. Duhet shumë. Atë koshti rënë 1.5 ore, mora. Ja po vi këtu. Sì. Mira. Tamam.
Faleminderit. They don't know. Sei que são filhos tá com a minha liava.